Prokuroria e Tiranës ka mbyllur hetimet dhe ka dërguar dosjen për gjykim për 7 persona në lidhje me humbjen e jetës së të miturit 3 vjeçar Brian Spahiu pas një trajtimi dentar në një klinik private në Tiranë. Në kuadër të procedimit penal numër 6477 të vitit 2023, prokuroria ka ngritur akuzë ndaj Ronald Xhaxho dhe Marta Xhina për veprat penale, vrasje nga pakujdesia dhe mashtrim, kryer në bashkëpunim. Ina Xhaxho për vrasje nga pakujdesia, mashtrim në bashkëpunim dhe ushtrimi i aktivitetit të paligjshëm. Elton Serani dhe Erindo Allo për veprën penale, shpërdorim detyre. Shtetasit me iniciale DA dhe VH për veprën penale, neglizhenca në trajtimin mjekësor. Ngjarja e rëndë u shënua në 28 shtatorin e vitit 2023, kur i mituri ju nënshtrua një ndërhyrje dentare për 14 dhëmb në klinikën Splendent, e drejtuar nga mjekët Ronald dhe Ina Xhaxho. Pas ndërhyrjes, fëmia është kthyer në banesë, por brenda pak orësh është dërguar në gjendje të rëndë shëndetësore, në gjendje kome dhe me insuficiencë respiratore akute në Spitalin e Pediatrisë, në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza, ku edhe ndroi jetë më 1 tetor të vitit 2023. Sipas aktit të riekspertimit dhe ekspertimit mjekoligjor shtesë, të kryer nga një grup ekspertësh italian, shkaku kryesor i vdekjes ka qenë shoku septik i rënd, i cili ka sjellë insuficiencë progresive shumë organore. Ekspertët kanë konstatuar se gjatë ndërhyrjes dentare dhe procedurës së anestezisë janë kryer shkelje të rënda të protokolleve mjekësore ndërkombëtare, të cilat kanë pasur lidhje shkakësore të drejtpërdrejtë me vdekjen e të miturit.